Kryeministri, njëherë është kryetari i Partisë Socialiste, Edi Rama, zhvilloi mbasditen e së shtunës takimin përmbyllës elektoral në Sarandë. Në fjalën e tij, Rama foli për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Rama u shpreh se 27 vendet e BE i hapën më në fund negociatat, por shtoi kreu i qeverisë: ajo që ka ndodhur dhe që të gjithë shqiptarët duhet ta kuptojnë në këto ditë të mbetura drejt atij takimi me historinë, është që na kanë dhënë një mundësi që nuk ja kanë dhënë askujt deri sot. Asnjëherë më parë, në asnjë palë zgjedhje të tjera, kjo çështje nuk ka qenë një çështje e shtruar në rendin e ditës. Ka qenë një çështje aspirate, një aspirat e jona që ne thjesht e kemi trashëguar nga të tjerët, e të tjerët e kanë trashëguar nga të tjerët, dhe ata tjerët nga tjerët, sepse kjo aspirat nis me profecinë e Gjergj Kastriotit. Profeti i historisë tonë kombëtare vuri barikadën këtu. S'kishte BE në atë kohë, dhe Europa nuk ishte ajo që u bë në shekujt e më pastajm, por ama Europa ishte aty. Dhe ai vuri barikadën dhe vendosi që bijtë e tij, niprit e tij, stërniprit e tij, stërniprit e stërnipërve të tij do të vendoseshin në perëndim dhe jo në lindje. Derisa rilindasit tanë e kthyen atë në një amanet shkruar. E kthyen në një amanet shkruar duke u bërë bashk për të vendosur alfabetin dhe zgjodhen alfabetin latin. Dhe nga ana tjetër e lanë me shkrim: për ne dielli lind andej nga perëndon. Që do të thotë ne i përkasim Europës. Nëse ne shikojmë historinë tonë me objektivitet, s'ja kanë bërë të huajt atë që i kanë bërë shqiptarët e mbrapsht këtij vendi. Në theshtadën që na largoi nga Europa, njësoj si do të largonte këtë anijen këtu, apo të vargën aty një furtunë e madhe do ta hidhte matan, nuk e bën të huajt. E bëri shqiptari mbrapsht. Dhe kështu ne humbëm një moment historik. Na kanë dhënë një afat për të mbyllur negociatat për 3 vjet. Nuk e llogariste njëri fare Shqipërinë për atë që e llogarit sot. Sot Shqipëria është tjetër. Dhe ajo që s'duhet të ndodhi, është që derat mbyllet. Ndërkohë që ne duhet t'ju tregojmë atyre që ne do ta bëjmë të gjithë të proces në afat. Dhe në atë moment kur të firmoset gjithë dakordësia për marrëveshjen me Bashkimin Evropian, do jenë të detyruar që ta çojnë në parlamentet e tyre dhe ëndra e madhe do të bëhet realitet fal votës së shumicës së shqiptarëve. Ne na duhet që me ata të jemi si shtasht përpikt. Ne populli shqiptar e duam Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Një përmbushje e një misioni historik. Çdo kush që në 11 maj të votoj për Shqipërinë me BE në Europë,